podcast është vetëm për të rritur. E thuar dikush po flet për diçka. Shumë interesant. E ke thënë për shembull se Kleopatra është nga Korça. Si e fakton këtë gjë? Bibla testamenti. Mua më shajnë për komente në për TikTok, e sigur që një nga ato accountet është mami ime fake. Në fillim perëndi. Po plak, pse s'bën gjëra kështu, një ditë po punë, një ditë po pushim, një ditë punë, një ditë pushim, një ditë punë, ndoshta produktiv do ishte Robi. Në ditën e dy. Yes, të bën dhe siç e themi shpesh është më mirë të fshish lotët me 500 eurove nga se dila një Ferrari. Shumë materialist. Sesa me bilet në autobusit tek. Kjo është shprehje që ka thënë Antonella Perish. Tre ditët e tjera u mbyll në një. Dashur dëgjues, ju lutem na ndiqni në platformën tuaj të preferuar të podcastit si Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por edhe në Instagram dhe YouTube. Do shta një ditë edhe në Pornhub. Nëse ju pëlqejmë, ju lutem shpërndani podcastin tonë sepse mbështetja juaj mundson episodin e radhës. Gracias. Ale Lucifer, princi derrit. Princi derrit. Kujtme? I territ. A keni tani mira? Miranda kena. Po si keni po mira ka rani mër. Përshëndetje mirë. Ta ndan keni mira, i thotë asaj kështu. Po mira, ka xhani. Po lëre mirë ku është, po ç'a bëre si e? A ka kën mëra? Si ke këna? Kam kën mira. E përshëndetim që ka audiencën kosovare blahu se her pas herë më shkruajnë. Po. Personalisht. Adhurojmë dhe i duam shumë të gjithë shqipët nga Kosova, që kanë një super humor, ato që të paktën që na ndjekin ne. Po, ato janë tipa. Vese, kush na ndjek është tip. Kur s'na ndjek, janë legena, kaq. Kokra legene. Po. Fillojmë një video të mrekullueshme që na kanë sjellë ndjekësit. Çka ke përgatitur për sot? Na kanë sjellë ndjekësit video për të komentuar dhe ja ku janë. Një video. Femrat mbajnë zi vetëm 3 ditë, ndërsa për burrat e tyre 4 muaj e 10 ditë. Do të femrat plakun mban zi vetëm 3 ditë. Por për burrat, kur i vdes burri, 4 muaj e 10 ditë. Pse do thosh ti nga vin këto shifra? Se kuptoj shumë pse është Zoti kaq specifik për 4 muaj e 10 ditë. Sepse më thot 4 muaj ka. Janë të shkruara apo jo? Po përdesa janë kaq 4 muaj e 10 ditë do dikur është marr parasysh i gjë, mendohet. Tash se di se kam konfirmuar këtë gjë. Ato hieroglifet e të thonin, por kjo shifshin në vodi shohësh aty në gdhëndura në mora. Femra që ishin veshur si me zeza për 130 ditë. Po jo 130, ka ca muaj që janë. Po ishmundja, po gjithë muaj thonë ignorant më. Ignoranca po. E shejtanit që të mbizotron. Nëse. Po çfarë thotë hoxha? Ja çove. Dhe zi në konceptin islam nuk nënkupton veshjen me zeza, siç mendojnë shumë njerëz. Zi nënkupton mos zbukurimin e femrës në ato 3 ditë në mënyrë që të kuptohet se është një moment hidhrimi dhe Gjithë kanë plagur këtë bukuria e femrës. Ai thotë ajo s'duhet lyhet, thotë në mënyrë që të kuptohet thotë që ajo po mban zi. Po edhe me u vesh me të zeza nuk kuptohet që po mban zi, apo jo. Nëse qëllimi është që nuk kuptohet që po mban zi. Ka mënyra të tjera përveç se mos e lyej për bukurinë e femrës. Po jo, nëse lyhet ajo. Ato 3 ditë, pikërisht ka kërkon diçka. Do takoj shumë njerëz. Karin e një mashkull tjetër. Mase, se zohet ato po do shtrëngoj shumë duar ato ditët e para. Edhe ja shtrëngimit durve vjen ai gish mrena. Po, drejt. Edhe pse se ti ke lyer syt se s'rrihet do ti pa vënë një buskuj terë. S'rrihet do ti kurve motit, nëse. Pa gjë. Si hidhrimi, domethënë pikëllimi më mirë se fjala hidhrim. Duket sikur si nuk e kënaq me Zotin, po pikëllimi dhe mërzia. Pra jo hidhërimi, se duket sikur je mërzit me Zotin se të ka vdek burri. Po ti nuk ke gjë me Zotin, ti ke pikëllim, që është Zoti s'ka marrë gjë me ti për Zotin, nuk është hidhërim, është pikëllim. Mos më shih që po shaj për ditë. E po shaj po gri për ditë. E mallkoj kredi, nëse. E gri. Kështu që në këto 3 ditë femra nuk zbukurohet siç zbukurohet zakonisht, nuk vishet ashtu siç vishet zakonisht, por
me ato rrobat e le themi që tregojnë se ka ndodhur diçka që e bën atë të jetë Robat e Po hatas. sigur plagë që ti je çik kreative si femër. Dhe të veshësh për shembull, të ka vdek burri për shembull në një aksident automobilistik, ti vesh i bluzë plako me një makinë që është për plas. Edhe aty sipër ke shkruajtur me burri deki. Deki kredi. Edhe këtë se këta vishë me diçka që të Po kuptoj. këtë bësh me qesh aty bur, më fal. Jo, nuk është. Edhe unë sikur shkoj aty të plagë them çka kare kjo. Ë? Jo, e drejt, po e E ka para herë që ka lyp. duhet të sigurohesh që të marrin vesh tjerë që ka ndodhur diçka. Me Po pra, mënyrë morën që ti vesh s'po. tjerë, E pra, po Ja, masi bluza. do t'ja bësh më të qartë, pse duhet vishesh me të zeza dhe mos lyhesh kur ti thjesht vesh këtë bluzën që tregon gjithçka. Jo, ti dukesh plagë sikur do t'i bësh më të qartë njerëzve që ai ka vdekur vërtet me një aksident. Po. Nuk është, e kupton? Nuk janë konspiracione ato që Ose cilën lart po, e poshtë, ose thjesht ti për po, shembull ishte është një aksident. ke një këtu për shembull një gjë me një arkivol edhe shkruaj aty burri im. Kurse mrapa plagë ke një karë që po futet me i pjedh, edhe pjedhi im kari huaj. Jam e hapur për kartë huaj. Po çfarë më bëri vonë rrota. Edhe jeva, nese, ta vazhdoj. Nese, ama po ku i gjen këto? Një sekond profet, se desha me të pyet. Po. Për shembull ti në garderobën tate ose në çdo femër në garderobën e vet. Do të ketë rrobat e traditshit të burgjë, do të ketë gati. Do të kesh rrobat e zis, rrobat Ku e ke kohë, dasmës, bur, kur rrobat alo. e në një mysafir, në një Po. vizite që bën për shembull për shtëpi të re. Ke rrobat e tua për Po, shtëpi të re. po. Nuk ke kollar për E ke shembull. kështu si valizha, ha. Po. Ke gati plak në rast apokalipsi. Shumë bukur, shumë ide brillante kjo. Po, brillante Jo, në fare. fakt për i biznes plako, ha, ti bet rroba gati për 3 Po. ditë dhe zis. Vakie. Pa kiqeria. Po. Nëse tradita e mbajtjes zi 40 ditë, apo tradita e mbajtjes zi 1 vit, apo tradita e veshjes së rrobave të zeza për femrën 1 vit, apo gjithë jetën, siç ndodh ndonjëherë në traditat tona, të gjitha këto nuk kanë të bëjnë me Islamin si fe. Ai lau, shikon. I lau. Shikon feja është shoqëria. Po, normal që është shoqëria. Janë rregullat e shoqërisë plako që janë bërë kështu si. Normal Dalje fare. që është shoqëria. Edhe po ta mendosh një janë, me vërtet më vjen keq për ato gra që i ka vdek burri dhe rrin gjithë jetën me të zeza. Kanë qenë njëri kohë mazë po. Çfarë thon vërtet? Po, pse, vërtet. E di unë pa fund. Pse gjëna? Rrin gjithkohë. Një jetë këtë tjetër. Po se s'duan plagë që t'i afrohet njeriu, e kupton? Po, edhe të tjerë çdo që Apo bëhet ashtu si target ajo që un jam pa burra. Jam shkëlqyeshme. jam disponueshme. Ja. Po çfarë? Diskonueshme. Diskonueshme. Po. Nëse gjë tani e ftuar dikush po flet për diçka. Shumë interesant. E ke thënë për shembull se Kleopatra është nga Korça. Si e fakton këtë gjë? Para njëri që është Sa zanguri miq, se s'do ta mbaja shumë çell. Kleopatra është nga Korça. Dhe ndaj kuptojmë për shembull, po jap unë se kam dëgjuar video me thënë drejtën, po ja po ta them një ide. Ndoshta nga që Kleopatra fillon me K dhe Korça fillon me K, është nga Korça. Po, di çfarë fillon tjetër me K? Ky besoj është super fakt nëse, Kumbulla. Normal. Kokre e kungull. Që nga janë, jepi një herë, vazhdo, si vazhdo. vërtet është dinastia e saj, që janë i lirë, nga Ptolemeu. Pra. Që dinastia e Kleopatrës janë i lirë. Po, Janë i lirë. janë të lirë, nuk është se ishin në zonë. Po, U Aleksandri i Madh që u kthye nga Pakistani, nga India, vendosi 12 princa i lirë. Kjo është e faktuar, s'ka diskutim. Sepse Aleksandri i Madh 25.000 ushtarë që kishte dhe general 24.400 ishin i lirë Maqedonës. Po Maqedonës tetova, struga, jo Maqedonës slav, se s'kishte. Jo me këto biçirat e slav, Maqedonës bio. Maqedonës që në Karaç bio i lirë. Jo Maqedonës që flet maqedonisht. Pra po, normale, përse tamam tetovar më shumë. Tetovar. Po. Mani. Ku e mandi teto? Unë më e var. Ai është tetovar. Unë pjesa tonë. Okej, teto qetso. Qetso teto, se jemi miq.
i Hollywoodit, kur e pyet Aleksandri. Edhe vetë filmi Hollywoodit. I Hollywoodit. Pëlqej me referohet ke gjithë historia. Referohet ke ato burimet më të sigurta. Po. Edhe Akili, po ta shohësh aty kur pak e filmi që i shkel syrin. Pse ja shkel syrin ai asaj? E pes ishte Akili një herë, gjithë ai plan flokë të gjata. Bukurosh. Ai kujton njerëz vetëm ai qinte. Ja 2-3 që kishte ke filmi. Ke Hollywoodi po plak. Po. E ke pa më që është martua Akili me Angelina Jolie, kodi i bëlonsh. E di pse? Se Angelina Jolie është me origjinë nga do të thonë jo. Struga. Elbasani. Se keni pa plak kështu si shtritur, si deformuar. Po. Ose deformume, po fakt rrjedh nga mumjet e asaj Egjiptit, deformumje. Mund të shihni se e kanë bërë amerikani dhe hollywoodiani Jolie. E ka Jolie. Angelika Jolie. Angelika Jolie. Nëse më. Nëse, djem. Glauk, si quajnë Glauk, nga jeta i lirë, thaj. Ky Ptolemeu, pra origjina e Kleopatrës që është princesha, mbretëresha e fundit e Egjiptit, e dinastisë së Ptolemejve, është Ptolemeu, është pikërisht nga zona e Korçë, rurale, le themi Maqedoni. Le themi Devol, Korçë, Pogradec, domethënë ajo zonat. Po, i varmalet të aty në Mont Blanc, ne rrimë dhe bëjmë ski. Kjo vërteton gjithçka vetë. Po, e kam parë. As pak Pallkari. E kam parë me një film. Nuk e mbaj mend, se unë shoh shumë filma dhe lexoj dhe. Shumë vërtet gjë. Në vendin ku unë jetoj, pra në një fshat të Kosovës, një zonjë, nuk e di a është Hoxhenic apo jo. Se çdo ditë dalin terma drejt. Është Hoxhenic. Kam e gjetë. Kuj, o plak, nuk e di, domethënë anglishtja plako flitet në më shumë shtete, po në zyrtarisht mund të jetë 6-7 shtete në mos më shumë. Dhe gjithë plak sado që ka variacione ndryshme në të folur me theks, që e shkruajnë isoj. Të gjithë. Ndërkohë që shqiptarët e plak nuk kanë një term të përbashkët. Gjithë kohës ka një shpike. Po, e krijojnë për shkak se do trape. Po, ti si shkruajtë njëri, po thoshte nuk thoshte pilulat apo kokrat, por thoshte pilat. Se në anglisht thonë pills, edhe i thoshte pila, por nuk thonë pilla, e kupton? Mirë, kurse një tjetër krem, por thoshte locionet, pilat dhe locionet. Një tjetër plako që dëgjova unë, i thoshte pillica. Po. Pillmollja. Është ato që janë të mëdha, që më dedika, do të pish, do të thosh ndryshe ti pish një nga një. Po pillë si thoni? Po. Si thon plako, po ti e kurios. I thonë pilula. Nëse na shkruani na shkruani në komente se ka një Hoxhenic. Hoxhenic. Volume me havale. Havale këto i thon me shami. Dhe ta ajo shkoj njerëz për që si probleme të ndryshme, pra për probleme të ndryshme. Ka një libër para vetit, të cilit i hapen fletat kur ajo ndëgjon njerëzit. Të premteve nuk punon. Qera shenjtore. Të premte. Weekendi gjatë. Ky e kuptoi direkt që është mashtrim, se kur tha të premte nuk. Që ka shenjtore se s'punon të premte. Po, se premte është dita e Zotit. Është shenjtë dita e premte për mësim. Çfarë keq ka vlagë, mos punosh premte. Por ka pra se dita që mos punoj, është dita e vetë që punosh. Dita e vetë më thash. Ku do i krave ty? Ta kam thënë pra, të premten e kanë muslimanët, të shtunën e kanë xifutët, të dielën e kanë krishterët. Kështu është ndar. Indianët kanë Hënën e kemi të gjithë. Indianët plako kanë të hënën. Pse? Sepse sklavët, sepse të hënën e urejnë gjithë. Po, pse urejnë kaq shumë të hënën? Nëse është e fundjavë, ko të heqësh fundjavën, nuk do kesh asgjë të hënë, janë gjithë ditët e sot. Shikoj. Shpije, sa burde ishte. Po plak, pse s'bën gjëra kështu, një ditë po punë, një ditë po pushim, një ditë punë, një ditë pushim, një ditë punë, ndoshta produktiv do ishte robi, një ditë punë, një ditë pushim. Mendo plako sikur gjysmat e profesioneve të ishin një ditë për shembull, të hënë mërkur, tente diel, edhe një javës tjetër janë ato të tjerat të marrë të kupton, çangelit e kupton, në një farë mënyrë. Po në aeroport kryte shkollë po reka. Po prap gjysmë për gjysmë pra thash, gjysmë aeroportit ishte, për shembull, që janë 3 kafe, 4 kafe në aeroport, 2 janë të hënë të marrë të hënë mërkur premte diel, një tjetër kështu, radhë po.
Gjithse çdo gjë me vetë shërbime por punë e madhe. S'ka nevojë as për njerëj, mushet e ka. Jo, po imagjino ti që sot jam punë nesër je pra pushim. Pas nesër po po ti mendon se do të shkosh ti për shkakun ke për të bërë masazh për shkakun. Ti tani sot jam punë, sigurohesh që masazhi ta ketë nesër punë. E kupton? Shkon ke masazhi që kanë nesër po edhe masazhi që kanë pushim. Po janë alternuar për shkakun. Mendjen time. Gjysma masazheve për shkakun është punë ditën e hënë, gjysma tjetër është martën. Po pra, pikërisht, prandaj ti gjithmonë ke një bosh. Ti duhet të sigurohesh ku është ajo që ke qef ti. Apo jo? Kesh çik mbi ngarkesë pse? Po pse duhet të kesh mbi ngarkesë kur ti gjysmën e robëve që punojnë këtë javë do kenë atë nisë si tani për shkak që janë gjithë të hapur. E kuptoj, po ideja është që do rastisi pikërisht sepse ti ke vetëm 3 ditë në javë të hapur, do rastitesh ti pikërisht në ato 3 ditë. Jo, 3 ditë ke javën e parë, po javën tjetër ke 4 ditë të hapura. Se kështu fillon. Okay. Nëse ke gjysmën e muajit, si bie? 15 ditë në muaj. Edhe to 15 ditë do qellosh. Do qellosh. Kemë pak shanse me qellu. Megjithëse tani ka pak shanse, më pak njerëz në punë. Shiko. Janë gjysmat e njerëzve në punë, gjysmat pushim. Tani me qendrën e masazhit hapur, po themi 6 ditë në javë. Se edhe çdo nga janë hap. Po na pekinez. Nuk ka prandaj pra po e heqin fare fundjavën, nuk ekziston, thjesht nocioni nuk ekziston më sepse ti tani ke çtu në diel. Jo, po flas tani, kështu ti çemi tani. 6 ditë në javë punojnë? Apo jo, apo 5? Se 5, varet nga shteti. 5. Po kështu në zez, kështu gojore, 6 ditë. 7 ka pushim gojore. Nëse s'ka pushim. Po nëse po flasim sikur e heqin fundjavë, që i bie 8 ditë, edhe po flasim për 22 ditë aktive ku gjithë njerëzit mund zgjedhin. Nga krau tjetër kemi edhe versionin e profetit që një ditë po, një ditë jo, i bie që kesh 15 ditë aktive për të vendosur takimin datë. Po. Nuk është keq, është diferencë e vogël, janë vetëm 7 ditë. Po jo vetëm aq, po miq është diferencë e vogël. Po nëse pas ka mbi ngarkesë në disa sektore të tilla, mund edhe të kesh një përqasje tjetër. Shtohet ai për shembull, ti duke parë për shembull që ka shumë demand, domethënë ka shumë kërkesë për filan biznes, ti fillon hapi biznes, bla këtu, okay, do ta shtoj unë një biznes, me që pas ka kërkesë s'ka mjaftuar, apo jo? E kështu zjerohet biznesi në atë aspekt. Më thënë biznesi do punoj, po themi çdo ditë, por vetëm stafi punon gjysmën e ditëve. Mund të bësh atë, bravo. Kjo do ishte fantastike fare. Ti e madhe këtë. Mund ta bësh dhe kështu ose mund ta bësh thjesht hap mbyll dhe ka gjithë stafi i pushimit, ditë pushimit, ditë hap. Nëse ke për të. Si harrov domethënë tash do të mendosh që shpika kot duke bërë mohabet shumë aty këtu. Imagjino ta kisha. Imagjino të ulesh ti dhe shpikesh. Në rrobë shtëpi, imagjino vetëm të ulem. Imagjino dizator në një piktor. Po. Jo, si herë skiç ose në këmbë pikturat njerëz. Imagjino kush është ulë hapi ngul, kush është këmbë me hamë dhëm. Dhe duhet shpikni dhe një se fillon njerëz duke një skiç. Kush është skiç? E ha galiç. Çfarë do të thon galiç? Galiç do të thon, ti e kupton shumë çfarë do të thon. E ha galiç. Mos galiç, jo, vetëm galiç, jo. Jo. Imagjino plagos që ishte i vogël, edhe thoshte në këmbë dhëm, edhe ti ulesh. Si kardi më është po. Imagjino sa idiot që qa. Në i vogël. Po, kush është ulë hapi ngul ti tani zihet çfarë të bëje? Brihet mes ti kështu? Kush është skiç e ha galiç. Ti tani nuk e di fjalën galiç, se çfarë do të thonë sepse nuk ekziston. Po thoya që nuk e di çfarë, po mund të jetë gjë shumë e keqe, kështu që më mirë mos rri galiç. Më mirë ta hajm në kom, ose ta hajm me dhomë, ose pingull. Ose ta haj, nuk e di si ta haj. Pastaj binta ai dhe ishte mërzit me këtë lojë, ndoshta sa mirë e di këto gjona, i thoya ti, i ke liçenin se po të qiet nëna. Parazim 1-1. 1 excelente. Ti përveç. Jo nuk them. Përveç të qivarop. Ja, më të çudish. Kalamajt. Miri e bukur. Po ashtu kur është me cikël nuk punon, po si ja, tamam, danoçe. Mirë që u tregova njerëzve. U tregova. A lidhje fare. Si kënoj të se janë me ato, që ka e neshme kështu. Po flasim për ciklin e saj shtrigës në Kosovë. Po, kodo, nuk kam kodo, se s'ka një gjë, ajo është me ato mos as njëjtë. Jo, po, nga që e sollën si shtrigane se kur kjo shëronte, i vigan ato shtriganes që shtrigania po magjie. Faqet e librit si Harry Potter. Lëviztin si Avasha. Gjithashtu kur falet dreka nuk punon. Gjithashtu ndarke flegjum. Do flegjum. Kjo ndarke. Do të tetërarshi, kjo të ta shplodhe se lodh shumë. A kupton ti, do ky tani plagë ka ndamën që kjo është mashtruese, besoj. Që ka lodh shumë ajo me cikël, me premtë të pushime, që ka botë lef.
Drek nuk punoga se da ka buga, drek se u hana bu mjes drek dark për këto, e kupton ti? 7 ditë me cikël ajo, s'punoga ajo. Ai zotë, se si mahet ajo, nëse gjë. Dhe aty ku presin gratë në korridor, kupton ti shkoka njerëzit në rrallë, o vllai, çan njerëzit, valla. Çan njerëzit dele, pashallah, dele, pashallah. I boni dele njerëzit. Aty ku njerëzit. gratë rinë në korridor, ajo lëshon ilahi me zë të lartë. Policon s'po flet, vetë policon po kohë. Dhe kur e kanë pyet se si funksionon kjo, ka thonë ka qenë e smur në prag të vdekjes. Dhe tani pas ka ardhur dikush prej Zotit që i ka thonë nëse shërohesh ti do t'i përkushtohesh kësaj pune. Ja, do t'i pra ajo po bën misionin e Zotit atë. Ky po e tallë po. Ajo thoti, që ajo mund të jetë me vërtet një profet. Me shku ke kjo është njësoj si kur me shku tek një aktor filmash. Kjo është bashkëpunëtore me xhin. Pra, e bëni direkt. I vuni vulën në plagë. Gjë me bëni. Kjo është një bashkëpunëtore me xhin. Me xhin. Do të marrë si gjykat si vuni çekishin direkt aty. Tak, bashkëpunëtore me xhin. E kanë zaptuar xhindët, e kanë smur. Dhe kjo ka menu se po i del shpirti apo po vdes, dhe i kanë thonë ato ne të lëshojmë e do të bëhesh mirë, por ti do të fillosh të shërosh njerëzit. Dhe kjo tani për ta bërë skemën sa më korrekte, kur është fakti drekës nuk punon, kur është me ato të vetat nuk punon. Ku ishte koha tjetër? Ku është me ato të vetat? Ka me ato të vetat, me ato të mirë punon, po me ato të vetat nuk do me ditë. Vinë mu punoka jo, kur vigan asaj nuk punoka, se morën vesh të punë. Si funksionon? Me qefe me këtë, ja, me qefe. Për xhuma nuk punonte. Kështu që larg kësaj dhe mundësisht na jep një emrin dhe emrin e fshatit që ta telendisin, ta nxjerrim këtu në televizor. Si bëhet gjyqe publike. Si çfarë bëm Imagjino që të bënë në fama, profeto. Bënë dhe gjyqe publike më plak. Kuptoni çfarë bëge? Ta arriti çika të fuqin. Po drejt. Tash dëgjojmë një të ftuar në Top Albania Radio. Dua të shkoj tek ajo pjesa që ti nuk je i shëmtuar, je thjesht i varfër që zakonisht përdoret nëpër meme dhe lejo të pak të bën pak keq, po shija djerë me mamaqi, dalë tua të parë në Portokalli. Plak nuk shihesh me sy. E di. Merri vërtet. Unë se kuptoj Amin mirë, nuk e kuptoj. Seriozisht kjo kanë përbesim të dashuruar me ty. Ndoshta energjinë ta kanë dhënë Asnjë se kuptoj Amin te mi drejtën, profeto. Dhe këtu jemi gjithë dakord me Ermari. Para herë që Ami nuk është se ka qenë thika me emprezën sirtare, me të drejtën. Po jo, po s'ka nevojë të jesh Ami për shembull. O profeto, ku prezantote Ami ishte goxha, po ishte balerin, po themi. Ishte akoma balerin. Kur një balerin Ami? Po. Ose që me atë legend aq gjë? Jo, ishte balerin dhe ishte shumë e mirë. Themi drejtë. Ishte shumë e mirë. Po, ka qenë mirë. Ka qenë shumë e mirë. Po. Më e mirë. E besoj. Po tani, o profeto, nuk ka rëndësi ti jesh impret, siç po thoj Zoti i Madh, të ketë një super inteligjencë të madhe për të. Po. Po pse çat keq ka të ketë një femër? Si të mballa i ka. Falë. Po Ermali ka thënë gjë asaj, mund ato që ka thënë. Po, do ndo bëhemi pasur i tha. Unë do bëhem ditë. Unë ditë do bëhemi pasur. E do të bëj edhe ty, pasur. Do bëj edhe ty pasur. Do jetojmë pasur. Tha më faleminderit. U bëjnë tonë nesër. E tha ajo ku firmos këtu edhe ky çoi ato kontratën e martesës, ai u marrë më vetë. Dhe të shoh ty tashmë në studio tjetër njëri komplet. Po, paraja të bën të bukur. Yes, të bën dhe siç e themi shpesh është më mirë të fshish lotët me 500 eurove nga se dile një Ferrari. Shumë materialist. Sesa me bilet në autobusit. Këti plagë, sot pash, kjo është një shprehje që ka thënë Antonella Berisha. E thot ky, sot pash në emision që po e thoshte Tea Dupin, duket. Një emision tjetër. Nuk e di plagë, nuk e di pse kjo shprehje, ajo moshë e madhe. Ky mosh mesatare. Ajo tjetra çik më e vogël, të gjitha këto plagë si mundet një moshë të tillë thua shprehen, më mirë me qajt një Ferrari që është shprehje banale nga rruga. Të përfundosh këtë fjalinë, nuk e di. Si mund të ta përfundosh dhe ta nisësh Nuk e di më po më mirë të qash një Ferrari se sa një bicikletë. Po çfarë ka më bëre që bëj
Po vetë unë ja fal një 14 vjeçari këtu më. Po pra, imagjino 14 vjeçari plus sa ka dëgjuar për të parë vjen ta thotë kështu si me. Bravo. Zgjodha, ka vërtetë. Bravo, jo sepse në kokën e Gini më kart, bravo, fikse burr. Bën ses në kokën e 14 vjeçarit sepse e shikon lekun plako sigur ai mund të cilli gjithë pillat që ti do të ketë në tardhme në sukses çdo gjë. Thjesht do ta ketë, thotë, "Dau më mirë ke ajo apo jo?" Ka si kari më bër gjona budalla. Ke si dilja mbrapme, më mirë ke si dilja mbrapme. E Lamborghini. E një Ferrari. Po s'ka më ka vetëm 2. Po ku ka 2 të se dilja një pra thash se tash mbrapsht pa dashi. Po, thash pa dashi për që Lamborghini ato foristrada. Pasagjerë se mund. Po mbrapa çdo se mbrapa ti e di për çfarë përdoren ato si mbrapa ta. Aty gap. Ai da noçi. Çfarë kujtove ti? Nëse gjejmë. Nëse mal më majë të lutem, po. Normali sërish. Sot po flitet shumë për është bërë profeti për telefon miq të dashur. Falni, kësa radhe lekët e Patreonit nuk do shkojnë për fëmijët e bardhë që po vuajnë nga racizmi në Afrikë, por do shkojnë për ndoshta një telefon për profetin në një moment, se as koma janë mbledh. Para në shpejt. Jo vetëm kjo që tham, por edhe nga droga, nga kudo fitime të ndryshme të jashtëligjshme. Paraja e shpejt që pasuron këta njerëz i bën pak më anksios apo i relakson, domethënë dua të di këtë efektin që ka paraja kur e kemi xhepin plot dhe kur e kemi xhepin poshtë. Ja. Çfarë na bën paraja? Ata thotë Ermali. Është ajo që thashë, domethënë para herë përshëndesim Klotilda Harkën Plako, këtë që prezanton këtë sepse na ndjek edhe ne kemi shumë gjë. E përshëndetem. Nuk është fare jot Klotilda. Jo bën shumë që mor Ermali, thjesht bjerçi, do të ta godasë çik aty. Jo nuk është fati nëse. Fati jonë është Ermali, po nuk është faji kësaj për këtë që Ermali është aty të mund të flasë çfarë të trave. Shkruaj Ermali që të vitë në podcastin tonë ndoshta. Megjithatë, do ishte nice. Ishte interesante vërtet. Unë ti dhe Ermali. Nuk mundem. Ju ftoj të vinë në seminaret e mia dhe do ndryshoni mendjen siç ta Flaviçarit, por që asnjëherë nuk e mori. Nëse. Shiko, kam parë shumë shakaxhin të rinj. Kam marrë 100 euro. Vetëm për mësimet e mëdha. Hajde ikim bashkë në Valbon, në disa udhime në ligjat e Casim gishtat edhe gjëra tjera. Gjë. Edhe do qeshim, do luajmë në shkrimë. Merr diçka që nuk je mësuar ta marrësh. Është njësoj sikur të marrin diçka që je mësuar ta marrësh. Është një njëjti efekt. Si me ti marr lekët edhe me ti dhën lekët, është një njëjti efekt, një njëjti proces në trupin tënd. Por ti nuk je rehat. Do të morë shumë do të japësh. Tani, për pjesën e këtyre njerëzve që merren me drogë ose me këto kriminalitet, unë e them edhe në trajnimet e mia. Po, nëse doni të pasuroni shpejt, i them merruni me drogë valla. Merrni me drogë ose por keni pa. Po që është shumë. Bukur. Nëse doni pasuroni shpejt merrni me drogë. Të them drejtën Plako, më thuaj ato rro Plako që janë marrë me drogë që realisht janë duke bë hajër. Po thuaj pse një që nuk e di po si mund ta marrësh si shembull në trajnimet e tua që ti thuash dikujt që ose doni me pasuru shpejt merrni me drogë. Po mund të thuash njerëzit që mundohen të pasurojnë shpejt tentojnë një rrugë që ajo është rruga e drogës, por s'është rruga edhe e mirë, po dhe rruga e shpejtë dhe rruga e drejtë. Edhe rruga e pasurimit në të vërtetë. Përqindja e funksionimit në atë rrugë është duket sikur është e madhe, por është e vogël. Po duket sikur është edhe rruga e pasurimit. Nuk është e vërtetë që është rruga e pasurimit, është kurse ky e ndërton fjalinë Plako që nëse do të pasuroni shpejt, merruni me drogë. Sikur kjo është një fakt që nuk ndryshon, e kupton? Shumë kjo s'lëviz. Kjo e nëse. Te ka dëgjuar nga diku nga. Ta dëgjojmë që mos vëm fjalën në gojën e tij. Si hap klap, disclosure, mund të vdisni ose të përfundoni në burg për shumë kohë. Ama është zgjedhje, domethënë ne bëjmë zgjedhje në jetë. Dhe zgjedhjet kanë pasur zgjedhje parlamentare lokale këto. Po. Okej, e lëm drogën, nuk po merrem me drogë. Më çfarë mund merrem me normal? Lutem më thuaj. Sigurisht kjo që po them që promovoj unë është që ti të mos rrisësh direkt portofolin, por të rrisësh vlerat e tua. Edhe pastaj pra ti paguan Ermalin që të rrisësh vlerat e tua, jo portofolin. Pra nuk është as për të pasuruar më Plako seminaret e Ermalit. Thjesht që ti të ndihesh mirë, por nuk që ka as që ti të zhvillohesh në familje, se ti nuk zhvillohesh në këto seminare, nuk është se merr një certifikat edhe mëson një skill të rinë gjë të re. Nuk rritën fëmijët duke rrit vlerat o Ermal. Lutem, më trego portofolin pak me çik portofolin dhe disa vlera le të rritin bashkë. Të lutem. Portofoli jot patjetër që do vinë. Do të thënë ti do të punosh. Po çike kur thon patjetër që do vi portofoli jot. Po kur do vi më? Ka një
Do vi pra, se kur do vi, atë unë se di e di ti, sa zhvillosh ti. Edhe sa ambicie ke ti për të arritur. Bravo, sepse nëse ti nuk e arrin, është nga jo ime, unë ta kam dhënë gjithçka, gjitha veglat që ti s'di me i përdor. Ti nuk do që të punosh fort. Për të arritur. Ai kur do ai bën gjithë, mëson gjitha, më thoshte për mua. Ai është shumë i zotit po s'do. Do të në klasë nuk është se kishte njerëz pak më të vonuar se tjerët, po kishte nxënës që nuk donin. Po, bravo. Nuk mund të thosh që ky fëmijë kaq kap edhe është shumë mirë si po bën. Po thotë vetëm ky po të doj, ky qirop. Ndërkohë ai ka të gjithë. Nuk e di. Ai s'do. Po pse s'do më plagë? Trifte plagu shpiva ti. Po ti pse s'do më bu? Po çfarë s'do më unë? Zose, do më pasuru shpejt me drogë. Ka. Çfarë do më ai 50? Po çfarë më? Jo. Më shumë se sa paguash, që pastaj të paguash më shumë se sa punon. Po njerëzit Don të lëre të fjalë e urrej. I ka përkthyer këtu nga divet seminaret tonë. Dorë besoj apo jo. Po, drejt shumë vërtet, bravo. Instagrama, TikToka dhe këto gjërat, patjetër janë sulmuar gjithkohës dhe janë një trysni që të vazhdueshme shohin për shembull modele me jate, me makina, me sa gjëra bazike, bluza me gjëra kështu e thot, po unë çfarë do bëj këtu më bëj. Po ashtu është, krijon një depresion shumë të madh kjo që padyshim dhe e ul atë se bukur fiska kjo vegetarian ndikse jo. Në vend që ta shton, e ul performancën tënde. Thon, për ti ku shef të njerëzit kaq suksesshëm vërtet, e ul performancën tënde. Në seksin e fjalën. Ti motivohesh. Jo. Janë sekte për se. Jo. Seksin e mendon vetëm një djalë 12 vjeçar me një prist në një dhomë. Nëse çfarë kanë, shohim diçka tjetër. Maroj? Jo. Me marova unë. Sepse gjithkohën aty. Nis e ke atë video në Ermalit ke Aldo që po flisë për kemi Aldo për kam bërë në fund duket. Po. Jo se nuk kemi bërë. Se kemi bërë atë. Apo kemi. Ja, do të kemi rast tjetër. Nis më më ne kemi bërë. Nëse Grida Duma plagu ka bërë një podcast. Grida ose Ulërima Duma. Për gëzime Grida, e kam shumë respekt për Grida. Ka bërë një me bashkëpunim me Top Channel, Top Channel i bën po ka ato 100 podcaste ka vegla por asnjëherë një podcast të hajrit. Po ka vegla të për ka kamerat, ka dritat, ka spotet, ka studion, çdo gjë po. Tash ka ftuar pash një intervistë fakt me Elsa Lirën që nuk e di Grida. Elsa Lira? Po, kisha marrë Elsa Lirën. Ke Grida Duma? Po, dhe gjatë gjithë kohës nuk ja hoqi një herë llapën nga bytha. I herë, do ishte edhe një moment që Grida Elsa apo Elsa Grida më fal. Grida Elsa, duket sikur Grida plagë kishte Elsën kështu si një idhull plagë, sikur këngëtarët të preferuar dhe papritur aty dhe gjithkohon ishte kështu plagë si e mahnitur. Pra nuk është se e bëri ndonjëherë sfidoi me një pyetje apo thjesht në vërtet. Edhe po është gangstere Elsa, te drejtë. Po, jo, nëse dori shumë mirë aty plagë normalisht diskutohet. Është gang, plagë, por ne ka qenë se u merrte me gjëra që ka ndaj llave që u merrte me pishtriqe. Ti ke parë Grida që rime i dorë në xhep për shumë Korecën. Po. Korecën i të shoqi gango, po bën sikur. Ishte kështu Koreca. Para 2020 merrte një apartament me qira, jo ka një fëmijë. Merrte një apartament me qira në Rom dhe e mobilonte dhe i jepte me Airbnb. Tha po. Elsa? Po, Elsa. Edhe tha nxirja tha një sasi modeste parashta për të mbajtur veten time dhe gotën. Do të imagjinoj se me çfarë merren artistët tanë. Dhe pastaj pas 2020 do të shkatërroi komplet industrinë e Airbnb-s në një farë mënyrë dhe duhet të rindërtojë dhe tani kjo tha që s'e kanë bërë më. Që të marrë jam apartamentin. Jo mendova se kishte apartamentin e saj dhe thjesht po jepte me qira apo jo. Nëse, interesant. Mirë, po çfarë si ka, ja është mundohet. Dishni për më shumë ide biznesi, më ndishni, nëse. Tani kjo ka marr hatin plagu. Hatixhe në Brikën. E la Elzën, mori hatin? Çfarë thon kjo Grida? Nuk e di plagu, po e ka ftuar hatin, shohim çfarë ka sill hati. Në fakt do ja nis që kur lash universitetin. La hati pas ka lënë universitetin plagu. Sa është 20 vjeç. Çudi? Jo, nuk është çudi. Nuk e di. Pra, pasi mbarova gjimnazin, e kisha menduar një vit ta bëja gap year, një vit pushimi për të parë se ku jam, çfarë dua dhe sa mund. Ku jam? Durrës pra je aty. Ku jam? Të bëj kështu kasi, ku jam? Dua për. Ku jam me jetën, me jeta aktive një 20 vjeçar që thjesht nuk do të shkojnë në shkollë. Ku jam?
Edhe ku do dalë të pine Si kafe. puna asaj pyetjes Lau që i delti me i pjedh Lau dhe i fut dorën këtë pyetja. Edhe ajo që Edhe thotë. kjo. Edhe ajo që thotë që ç'a bën? E ti kështu si ç'a bëj kështu me jetën apo ç'a bëj tani? Ju ç'a bën që i fut dorën këtë pyetja? Jo, ç'a bën me jetën? Ka marrë një vit pushimi në universitet. Në universitet sepse dua të shoh ku jam ose më saktë imagjino vërtet. Ku jam sot jam nesër. Thotë ç'a po bën? A ti thotë po i që ka marrë vit bosh pushime thon drejtën në universitet për të pasur ku jam, them drejtën. Jo, ç'a bën me këtë dorën që brima byllës time. Jo, shiko, nuk ka lidhje brima byllës time, por do të themi gjë tani që më thosh që një ne ku jemi sot si jemi nesër. Çka ka këtu ta gjishti byllës. Ne ku na gjet sot na gjet nesër para. Po, ajo fjala urtë e popullit qimoj breshkë qiset erdhi dita. Edhe i thot kjo, okay, dakord, ky gishti me thënë drejtë më shihoj. Edhe po që më vonë ikim tani nga shtëpia nga shtëpia ime, ky thot që thash edhe herë, unë ku jam sot jam nesër. Nëse unë se dia plagë po hati pas kalon universitetin. Nëse ta gjem pse? Mund të kishte një gap year, një vit bosh. Gap year është vit bosh, nise. Gap me gjuhë fjalë tuaj. Ne nga ato i themi kur marroshin punë dagi të në ama si shkojmë rromë atë gocën gap. Normal. Dëgjoni tani. E ditë emocion çumë. Rrjete sociale, sepse unë i kisha gjatë të ngritura, por mendoj që nëse do kisha bërë një vit pushim, do përkushtohemi 100% aty dhe si diet, ndoshta nxjerr edhe 10 fish nga sa që po nxjerr tani, se ishte akoma fillimi. Eksakt. Dhe e lash një vit Eksakt. Falë kaq. Le të mbushim atë ajrin bosh me karliqe. Eksakt. Pushim nga universiteti. Dhe atë vit që unë kam lënë pushim, ka qenë vendimi më i mirë që unë kam bërë dhe nuk jam bërë pishman, sepse unë atë vit kam fituar shumë, ja kam arritur të ngrej çdo rrjet social, pra unë deri në vit të 3 gjimnazit u merra vetëm me TikTokun, pastaj vitin që bëra pushim fillova dhe Instagramin, dhe Instagrami u bë baraz me TikTokun. Do të thonë të dyja fillon duke ngritur njëra tjetrën, shpërtheva në këto rrjete dhe para që fituaj ishte shumë të mira, shumë të kënaqshme për mua. Dhe kjo gjë Eksakt. Më bëri që kjo gjë është përgjithsisht e motivoi besoj që të shkoj prapë në shkollë, që tani unë do marrë shkollë se i bëra lekët dhe jam bërë famshme apo jo. Kjo gjë më bëri që ky gapi tu hapte çik, e kupton siç hapet farfalla. Edhe nga një vit u bë 4, ja ku jemi sot. Po. Edhe kështu. Nëse të shohim tani se besoj është kthyer shkollës apo jo. Besoj tani që arrin 100% shkollës. Tani që lekët i ka dhe i ka ngritur ato rrjete sociale. Po, ka rrit po. Asgjë vetëm shkolla, kjo. Shohim. Ma bëj një diplomë djali. Ta bëja 2 vite pushim. Pra ja nisi vitu që ta bëj 2 vite. Tani thash ta bëj 50 vite nga e dyti. Kur eci dhe i dyti. E pastaj thash, pse mos hap shkollën time? Shkollën çfarë shkollë të hapësh ti? Rigje brika dhe të mbaroj shkollën ke shkolla ime që ide brillante. Shkoj vet me këto lekë. Futet gritat kod pa lidhje kështu. Ide brillante që sa shkollën tonë. Eksakt. Comme ça. Comme ça. Si, kjo s'është me komçes me zinxhir thotë. Okej. Zinxhir. Oj, kare. Sot që po flasim, janë bërë 3 vite pushim. Kjo mori tha do bëj vit pushim. I heci? Okej, po marr ti vit pushim. Tani që po flasim thotë, jam bërë 3 vite pushim. Okej. Nëse. Ke ndërmend ajo. Mua më pyesin akoma. Motra, rasti konkret më thot, a ke në mendje të bësh në një universitet? Ore ta kesh, më thot mua, se e di që s'do të duhet. Po. Ore ta kesh, se e di që s'do të duhet. Ta kesh. Po, me ta kesh. Ta keshi nga Gamura, ka qenë ai në këtë moment. Ta keshi i detoshi. Ta keshi me leshi, ka qenë ky tjetër që ka qenë Los Emirates. Ka qenë. Edhe ka dhe mot. Tash ku mbaroi këtë intervistë Hati Plago. Ishte sulmuar shumë nga njerëz. Dhe Hati u detyrua Plago, pse nuk i bëri përshtypje fare që kishin shkruar njerëzit. Po isha një video. Akoma s'ka rit akoma. Jo thasë e hoqi me. Po vëllai shumë nxjerr çik shumë format e trupit më të ekspozuara, do të vishet elegante, Se është ndarë buti.
Nëse gjë. Mirë, piqaresh. Po piqaresh normal. Shiko. Ua, pas kam ftu hatin podcast me Grida Duman, po është normale, qa është ky budallik, po ajo është llumi, ajo është kështu, ajo është ashtu. Unë llumi, unë që shikoj punët e mia, merrem me jetën time, kam terëzit dhe llogaritë e mia dhe nuk i bim qaf askujt. Jam Se kjo kujton se llumi është i person që merret me tjerët. Llumi është i person. Edhe i bi qaf tjerëve. Po. E kupton që është llumi ose kupton? Se nëse kupton që është llumi, kam përshtypjen që është llumi. Llumi, po ta rrasi ke thumi, kjo është. Llumi, po to llumi. Un to llumi, ka që kjo vla. Un që baklava, edhe flet vetëm me emra mbërcirash. Un që revani çdo ditë. Ai ka nejtë, Njeriu më paqësor, njeriu më pozitiv, unë që kam llumi, mos promovoni llumin, kështu thon dikush. Çfarë? Unë e kuptoj që këto komente vijnë nga njerëz të papunë, nga njerëz iliqar, nga njerëz të lig, nga njerëz që u kryen ajo mola aty që nuk i le, po mos e tregoni kaq hapur. Ju puthi dua. Do të këto komente vinin nga llumi, me sa kuptova. Llumi. Se kështu e shpjegoj Hati. Hati nuk është llumi plago, po unë e kam me Gridën, do të them me dy fjalë, që Grida të lutem, zgjidhje çika të ftuarit. Po, Grida Ulori. Nuk po them që ke marrë llum, po zgjidhje pak. Po, nuk e di bla, duket sikur gjithë duan të përthithin gjithë kohës vetëm likes, komente, të bëhen të njohur, domethënë sikur. Po çka keni nevojë mamo, po çka. Nëse. Nëse, më doli përpara dhe një video plago se po i bëj reklam sa njerëzve plago që duhet paguajnë fakt për këtë gjëra, po hajt më. Haje, kush doli më pa zotë. Fej përgjigje njerëzve janë 500 mesazhe. Shihoni plago që quhet shet shu parfume. Po është musliman, ka i mjekër gjatë shumë me bark. Të gjithë janë musliman. Këta po shesin parfume, po ka dhënë mod tani plago në Shqipëri parfume arabe, vin nga Arabia, kupton? Po, ashtu kanë qenë. Al-Kadari Kasumi. Al-Kasumi ke bytha ose e di. Kamanata me rata. Po, Kumar Zanzibar, quhet ky parfumi që po flet këtu tani. Kumar Zanzibar, parfumi i freskët vetot. Pritash si përshkruajmë freskët. Zamllata. Vetëm për meshkuj tot notat kryesore. Të gjesh pastaj notat kryesore, është interesante. Notat kryesore, notat. Po, notat i kanë bota, ashtu quhen për këtë. Gjyta notat kryesore. Fej përgjigje njerëzve janë 500 mesazhe në WhatsApp, s'u kanë përgjigje. Që kanë 500 mesazhe në WhatsApp plago për parfume. Nëse. Po. Pjesim për 5. Nuk e shefsim hetë po merr. Po mon telefon. Unë u fosjam valla, zështi dhe djelë, duam. Unë u fosjam thotë. Po çeli. Nëse është tip skeçi apo jo, skeç hyrje, është hyrje. Është skeçi, po punon se do thosh unë u fosjam. Po për qeshë por ja. Qeshë ti vetë. UFO mund të kthej 500 përgjigje në sekond, po njeriu. UFO zakonisht plagon e përdorin për ofendim. Ti vetë je UFO mos i pole ti kar. Ti kar po. Kurse kur thu alien, thua më vërtet që është një person që ka një inteligjencë të jashtëzakonshme dhe mund të bëjë këto veprime. Kur thu predator tregon që shika lamoj, apo jo? Kur thu predator thu që shi predatori alien, e vërtet. Se predatori s'duket lava, ti smeresh. Drejt, dëgjoj. Zanzibar, kanë ardhur mbi 50 mesazhe të pyesin. Po 50 mesazhe. Sparta 500, 50 mesazhe. Por Kumar Zanzibari më plak që kanë ardhur gjithë, Kumar Zanzibari. Zanzibari, pare. Pse si kanë dhënë ofertë? Këto përgjigjen tash ti e bosi. Më ofendish në ofertë. Ti e ke në ofertë, nuk e ke. Kumar Zanzibar. Notat kryesore të këtij, ta di se kush janë. Piper i zi, levanderi i detit, ujë kripur, edhe ujë kokosi. Sa interesante plaku. E ndjeva që në momentin e parë që ky filloi me notat me radh, ndjeva ta aromën e detit edhe. Po ta vesh plaku. Çdo gjë nuk është vetëm një fjalë, por një fjalë brapa. Piper i zi, levander e detit, se do që ti mos ta kuptosh historinë, ama çfarë që ka piper levander? Jo, piper i zi. Levander deti, pra shumë specifike. Janë të zonave specifike, por ashtu dhe tjera por. Uji i kripur. Uji i kripur i kokosi. Do të nuk është thjesht uji, është uji i kripur, uji kokosi, piper i zi, levander, mustard, ketchup, patate, dhe suxhu Kosove.
Po. Okej. Edhe majonez ka? Jo, s'ka. Jo, nuk ka. Po më fal, nga përshkrimi që I bën këtë çuni. Nuk të erdhi pak ajo aroma e atyre kremave të plazhit I tipo rrin shëzon po merr, është dielli I madh plaku ke një det që po të fryn edhe jodin ke onda. Po, kokosa ti. Ah, s'erdhi çik? Oj, piper. Ose kur tha, nuk erdhi për shkak që levander deti apo. Suxhuku Kosovës nga mbrapa plaku. Keni levander, po kemi deti apo toke apo liçeni apo. Edhe koala Australia. Po. Ar kokosi, ara hurma arabie, hurma Izraeli. Po kështu janë por si s'me vesh fare nga parfumet. Duket që keni parfum të plaka apo lësh? Sperm balen. Lash me sperm. Dëgjoj. Këtu janë notat e tij, shpjegoj njerëzve, edhe nxjerrin në ofertë në 20.000 lekë të vjetra, aq Aha, 20.000 lekë, ai ka që parfum I mirë shumë. Këto arabët përdorin dhe parfume pak vajor, ma jo si është edhe vaj. Po I përdorin vajor plago dhe shumë të kështu me aromë shumë të rëndë, nga që nuk është se përdorin antidjersën, jo, edhe dushin që ka lidhe me ujë në plago e urrejnë. Po se shkretira një burë, ujë nuk është gjë më e përhapur. Investojnë investojnë shumë ke parfumet. Po e drejt, shumë e drejt, po. Çdo për shembull, po ta vësh re, vjen ai shumë herë sa që ti thu nuk e ndjeva fare ato herën e djersës. Po e djersës dhe nuk e ndjeva fare. Nuk e ndjeva fare ato herën e robët që duket që ka shtarit pa ola. Ose ka vdekur gati, I ban sa mos. Nuk e ndjeva fare. Nëse kur kemi hapur për podcastin, kemi thënë që do hapen shumë podcaste të tjera, dhe një ditë do shpërthejnë. Të gjithë do keni podcast. Dhe kështu ndodhi. Një podcast tjetër plago. Ka problem që është ngusht. Po, domethënë nëse I tregon shumë mami për shembull, ma kam qef këtë çunin, po flas në këtë çunin e tjerë. Domethënë mami im është nëse mua më shajnë nëpër komente nëpër TikTok, e sigur që një nga ato accountet është mami ime fake, duke më shar mua. Po, më shar mua ora. Po. Të sham ty. Pse? Është, shko, shumë fan si person, por është shumë kritikuese dhe do ka këtë hallin që mua mos më bëhet shumë qefi, ose mos të filturoj, mos të hyj vetjan qef. Nëse I tregoj ndonjë çun, para ca kohë ja tregova, ishte sa I mirë. Ua, do të shofi ty ai, ti me portretua, ti që bën si mendje madhe, po I bën gjë 100 më të mira se ty më burrë. Hajde mirë pas. Nëse jam thuaj ti mua. Ula kokën për vetë, jo ula kokën nuk po flas. Po për zotin, në shumë vërtet po. Edhe unë dua që mami im plago të futet tek podcasti që ne kemi gati disa vite që e bëjmë. Edhe thjesht mos na bëj që më të jetë në atë formën kritikuese që kishte mami kësaj. Nëse shumë interesante, mami ha profile falso që të ketë mundësinë dhe të kritikoj vajzën e saj. Po, kur disi e shani herë, imagjino. Po. O gagaçe më me folmi. Po. Doli. Çfarë më të tjetër këtë më? Nuk e di plago. Mami nuk do që ajo të nga humedi, humbe aty në video. Po shoh një video shumë interesante. Tip porno, ka. Si, e më mamaj që ke vëllë. Nëse. Po shifja online plago. Po shifja dikë që po thoshte ky në rrugët e qytetit të tij. Ç'a bënte? Dilte me kamerë, sikur ishte një lloj gazetari, që fut një stamp këtu sikur është I njohur dhe vende ke lypsat plago, vendi. Edhe thoshte me lypsa do bësh pjesë e një lloj kështu survey, domethënë si quhen këto anketimi. I thoshte jo, normalisht jo, varkan gjithashtu do deur tap ose në efektin e drogës. I thoshte okay, po. Po ti japi $20. $20, që patjetër thoshte si jo, merrte 20, ai filloi të si ke emrin, filan Fistegu, mbi emrin, çfarë punë ke bërë, ku ke jetuar, kush është babai jot në atë ditëlindje, ai jepte I merrte këto informacione. Informacione ky që plago që ky të merrte kredi në emër të këtyre. Këto ishin njerëz plago që nuk kanë identitet dhe ky I pyeste, a mendon që do dalësh nga varfëria në 10 vjet të ardhshëm? Ata thoshin this is for me, this is it for me, thoshte domethënë. Nuk është se nuk shohim gjithmonë. Tani ky plago ç'a bote? Hapte gjëra me ID fake, me numra. Ato mund t'i merrte edhe numrin e punës, domethënë, të tyre. Nëse ishte mundur, me sa informacion të kishte mundësi nga secili dhe mundonte të aplikonte për loans të ndryshme. Dhe më ndodhi plago që ti shkoje bëje një ID falso,
se ti mund shkojë për shembull të krijoj një ID falso ose diçka dhe merrje një kredi në bank në emrin e dikujt që ti nuk je ti, e kupton? Dhe quhet vjedhje identiteti, se nëse nesër ata thonë për shembull që okay, o plak, po kjo është fytyra jote në këtë patentën këtu, pa çka se janë informacionet e dikujt tjetër, ti thu plak, ai dikush më ka vjedh mua, e kupton këto informacionet e mia, është identiteti i vjedhur dhe im. Edhe rrobat më të mira të mia, ti për shembull, mi pas ka vjedh ky. Po, pas ka vjedh këto. E pas ka harxhu dhe këto me makinat dhe mia. Edhe kravatin e pas ka vjedh edhe Steven Begun që kam unë. Pas ka vjedh gjitha. Po pra. Nuk duket interesante. Gjitha dhe po e thonë ditë po çurrë. Po. Duket fikse plago kështu kanë duke ndodhur. I ka vjedh ky koka inteligjencës gjitha. Policia kur e kapi dhe e pyeti këtë tha. Vërtet kjo do jetë rruga duar, domethënë, ëh. Nuk e di, po imagjino sa kredi, ai 10 kredi të marrë plago nga 10.000, nga 20.000, nga 30.000. Ke hequr 10 borxhe plago që askush nuk ka pse të merret me ty më. Po, nëse se po i prish punë njeriu, kjo është e bukur, sepse për shembull ato njerëzit nuk është se do mundohen të zhvillohen ditë. Nëse ata do mundoheshin të dilin nga varfëria dhe nga ajo gjendje, po do i prishë punë se ai do merrte vesh, o pas kam gjithë kredije si kanë bë, do fillon të bënte një luftë të madhe i shkreti për të rimarr jetën e tij brapa. Çfarë luftë do bënte urxha? Do shkollë prapë kartonat. Kartonat e aty janë të presin plaku, nuk thon kur mos ai. Luaj këto kartonat se do ikë gjasmë, po mund të vi. Edhe nëse ikën ato kartona, bin kartona ti nuk ka problem, merrna një ditë mund t'i gjesh. Me pak me një elektrik dore, se më kujtohet edhe Liami her pas here plaku më shkatron ajo. Kam një shok milioner i mund të Liami që ishte në Big Brother që është bërë milioner vetëm duke mbledhur kanoçe. Po, Roshi e ka thonë këtë, po, disa vetëm kanoçe plaku. Ishte i thanë këtë ishte kështu si Gabeli. Dukesh në fillim dukesh si Gabeli, nuk do të tregoj që ishte milioner. Edhe kur hapte atë elektrikun plaku aty ke kërcanet e plena që binin ca kartona mrapa se normalisht po kërkon për arin, siç e thevi ne kanoçet janë ari gri. Ari gri dhe hije të ndryshme të kanoçes. Po djo, e vërteta është plago që po të mendosh një kanoçe. Alumini është ari ri. Ti kanoçe bën 10 cent ai, 10 cent, 10 kanoçe. Po. Milioner. Po. Ai bullogëri 50 milion kanoçe, sa i vi. Po, i binte plaga me tonelata që ai binte me dorë, po. Me dorë i binte. Po kur maronte unë dhe shkonte dilte. I binte si i binte punë për te. Unë po them për Vilën që ai kishte 3 kaçe, ka lidhje që. Me themile sipër, se mase i binte dhe vllai. Anglia. Tregoj gjithmonë një histori plago që i rob që nuk është e vërtetë, apo që është shumë që është shumë i pasur, po lyp gjithkohën. E kupton ti? Vishet shumë keq dhe lyp gjatë ditës, gjatë natës pastaj marron atë turnin ai, kthehet në apartamentin e tij luksoz, është pasanik, boss. Kështu janë zakonisht, edhe për njerëz plak super të suksesshëm që flasin edhe. Sikur gjithë lypset plak i janë gjithë milionera plak. Si mendon? Po mund të jenë, shiko. Po ta mendosh just resi sjell shtëpia. Po atë shumë vërtet. Po profet, mendo vetëm kaq, si hapa të kutinë e postës, edhe shefi i tuf me letra thotë çka ka janë në burr. Fatura, gjëra, ka ndryshuar kjo shtëpia, gjë bere. Ai lypsi plak ka zgjedhur që në pafshin vila milionat e mijë lei nipçe sa ku mes, nuk ka rëndsi. Unë po flej këtu. Vjen posa ke poshurës, më fal po të pyes se jam do sa lek kursen apo mi gjë. Posa. Po sieri vjen poshurës? Nuk vjen. Jo. Kjo është shumë e vërtetë. Nuk vjen se qiro. Vjen në komplet me hajn. Ata janë si kanibale po. Nëse. E di si thrasin lypsat plako në Europë? Si. Kanibalet e Europës, Afrikanët e Europës, si s'lanë. Po, e vërtet. Zevzekët e Europës. E ti plako që IQ-ja mesatare e zezakve është 70? 70 qartë. Parët shumë me IQ më të lartë bëjnë këto aziatikët, pastaj vinë të bardhët, pastaj indianët, dhe pastaj vinë këto zezakët.
Vin kuqet që i qinë në vetë, kështu thosh vetë. Pastaj vin zezakët. Dhe di që është e fortë që kam dëgjuar këtë, se kam konfirmuar, që të jemi të sinqert. Okay. Po, do të thënë, ndarja e një njeriu që ka probleme mendore është me IQ 970. Dhe 70, po, aty fillon ndarja, do ti nëse je 69 hyn ke njerëzit që ka probleme mendore, pra nuk je i saktë. Imagjino se fije hollësh midis atij të çmendurit. Po, dhe thonë tani, kam dëgjuar që dikur ka qenë ky thresholdi, domethënë kjo ndarje ka pas qenë më sipër, ka qenë 80-a, por nga që panë që mesatarja e zezakëve ishte 70 dhe i bide që gjithë zezakët ishin me aftësi të kufizuara. Rritën numrin e njerëzve të shëndosh mendërisht në Afrikë. E rritën numrin e njerëzve duke ulur atë thresholdin dhe nëse ky numër bie do ta bëjnë 60 ne. 50. Tu e çukur zero. Zero më njali. Po tani si do ta bëjmë, do ta bëjmë gafore. Gafore. Po, e kemi heq numrat lago, po flasim vetëm. Çfarë janë këto? Zebër gafore, çfarë termo? Sepse këto nuk marrin vesh. Këto s'marrin vesh te janë tru fare, për shembull foli zebrësi. I thua hajde ajo ikën. Megjithëse kjo ishte gjë më raciste që ne kemi thënë në këtë podcast, e vërteta është që këto nuk është se i themi ne, por këto ekzistojnë, mund t'i bëni Google dhe me vërtetë statistika. Këto statistika plagoj kanë bërë. I ka bërë Sorosi, besoj se kështu dalin në televizion. Po, ka George Soros normale me çifutët, me Rockefellerat dhe Rothschildet. Apo jo. Nëse alien me Japik. Nëse, faleminderit që dëgjoni podcastin Alo kam një pyetje, mos harroni ta shpërndani ke miqtë tuaj, ke njerëz që njihni dhe mos harroni të abononi në Patreon ku keni akses të palimituar të gjitha podcasteve tona që nga dita 1, podcaste ekskluzive që s'janë dëgjuar asnjëherë më parë, s'kan qenë asnjëherë falas, janë vetëm aty dhe mjaftueshëm material që ti të kalosh një kohë të mrekullueshme të buzëqeshësh. Dhe është mënyra më e mirë me na mbështetet të jemi drejtën për vetë. Gjithashtu ky podcast me një kohë shumë të madhe nga jeta jonë, them drejtën, për shkak se kështu nuk duket. Po kërkon angazhim shumë të madh në editimin e këtyre, në regjistrimin, në përzgjedhjen e disa personazheve për t'i marrë këtu. Në masterizimin e zërave. Po. Kështu që është një ndihmë sado e madhe apo e vogël, sikur dhe një kafe që ju na qerasni duke u bërë abonuar në Patreon. Puç kolo puç. Jeni shumë të mirë, mbështetja juaj nuk merret asnjëherë. Janë. Ikim. Ciao. Puç.